protesta Albini, UÇK, Ali Ahmeti, ç'është dhe përse gjithë kjo kakofonikulla? Qa nuk po t'i gjejmë të kohë, është një tmerë, dhe të plasen këshu lajme të fytyrë nga gjitha anët dhe shumica nuk kuptohen, janë news apo fake news, të plasen këshu kullaj, pëtap njëri bam koka, pau, gjithë kohë, edhe ti që unë do me thënë që duhet të punoj fort për të zgjedhur, o e që të bëjmë vlla, se po na plasen, po na përmbysen, e ke përësur përmbysen plerat, njësoj si plerat, tani du mes plerave, do të ketë do një gjë të lezetshme që kanë hedhur gabimisht, hop të zgjedhësh, tani kur t'i gjën gjithë të tmerë, vlla. Të merë në kuptimin psikologjikë, qa s'futet, është Albin Kurti mbrapa, pastaj futin UÇK-n, pastaj Ali Ahmetin, dhe Ali Ahmeti doli dhe foli në fakt. Bëri fjalim dhe tha, o ju duk mendoni se unë bërë protestën, por në fakt unë bërë Shqipërinë dhe ai e kupton të filloj dhe ai të i the ujë zjarit. More kulla, mund të më thuash më vlla, ndërkohë, në këto me di po flasin e bashkulla, sa për dijeni vlla, sa për dijeni, si retorika antisemite dërpërtojnë në protestat antikushne në Shqipëri. Qa është kjo? Dhe Jerusalem Post, po. Digjon, ja për shumë kulla, shiko tani që bëhe tu. Ku është më da? Ja. Times of Israel, po. Time kjo, mira njerës protestojnë në Shqipëri, mes kundështimi jenë në fakt, po ta shofësh? Janë gogja prapë, ose bi? Janë gogja njerës? Ma e. Nuk janë keq, kulla, shife? Janë shumë. Fundjavë. Problemi reali... Nese pritën më shumë duke ta bëjë ose. Problemi reali protestave, tani, problemi reali protestave, nuk është sa njerëz ka... Interesante shumë. Sepse njerëz ka shumë. Po nuk është sa njerëz ka në vërtet. Problemi është që prej 27 ditësh... Shumë e rëndësishme numrin vje keqë. Po, i rëndësishme është, po, më e rëndësishme është kjo që po them. Prej 27 ditësh, pavarësisht se në botë ka shumë luftëra dhe është një moment deciziv për luftën Amerikë, Iran, Izrael. Është një moment delikat edhe Ukrainë, Rusi. Dhe ka shumë konflikte tjera në botë. Përfshi sot ishte edhe tërmeti i madh në Venezuelë tjerë. Lajmi i protestave në Shqipëri vazhdon dhe është ndër lajmet kryesore në mediat ndërkombëtare. Ata e luajnë shumë me xharet Kushneri, no? Tani kam filluar të thonë edhe nga korupcioni dhe paratë drogës e këto, po më shumë rrinte... Kjo është gjëja, shiko, edhe sikur tjetë Xharet Kushneri. Jo, protestuesit vetë, nuk besoj se thonë që jemi kundër Xharetit, nuk e kanë me Xharetin ka përshtypjen. Më ndje, që po të them. Fakti që kjo gjë po zgjat prej 27 ditësh në këta media dhe nuk është thyer asnjë xham, dhe realisht për shembull, tek ne bën lajm sepse ne jemi mësuar të kemi protesta, se te ne protestat i kanë bë partitë gjithmonë. Qartë. Partitë pastaj kanë bë pazar dhe kanë çuar njerëzit të shtëpia. Mba mund të mbyllën të çartë dhe thanë ikën të shtëpia se tash do futemi në qeveri. Qartë. Po kjo nuk ka qenë herë e parë, ka ndodhur shpesh. Jo, kjo është totalisht e veçantë, por që pas Kjo është herë e parë dhe për ne është një risi. Sigurisht. Se ka dalë rinia, kanë dalë njerëz e tjerë. Por ajo gjë që bën, për shembull mua më kanë marrë nga Kenia. Edhe më kanë thënë, si... Samsoni jonë? Jo Samsoni, një tjetër, një miku im. Ka, si jeni, qa po ndodh, qa ka, dhe thësh, jo, është gjithçka normale, është në rregull e tjerë. Dje mori Albano Karrizi. Ky? Këngëtari, po, ti e di që unë e kam mik. Po, po ai, për ç'të thaj? Më tha, mu tha, du të vitë sa ditë protesta, hajtë më burë kur dushit... Po çka ka këta italiani që kanë që vinë protestë? Jo, du të vinë protestë, du të vitë sa ditë Shqipëri, po kam pa që ka protesta kështu, hajtë më... Po ndërkohë shumë italianë kulla se ti që njeh mirë atë kombat tjetër. Vinë turistët aty, jo vetëm aq, më jo, po shoh për grupe valla, që shkruan italianët. Do vi dhe unë në protestë. Po këta për çfarë vinë? Janë ambientalistë? Kanë parë flamenco dhe këto gjëra. Ti mendon se e ka kush mendje për çka ka nis kjo protestë? Apo s'ka lidhje? Kur të mbaroj kjo protestë, nuk e di kur mbaron si mbaron, asnjë s'do kujtohet se si nisi kjo protestë. Do kujtohet. Asnjë s'do kujtohet se si nisi kjo protestë, se do dalin gjëra të tjera çan. Mirë, rregull. Sepse realisht çan, këtu bomba e vërtet. Ta thash para emisionet tash shitjen e bankersit, po nuk i dhe shumë rëndësi. Nëse, se di, po nuk flas për gjëra që... Unë ta thash tani që ose unë e di kur them ty një gjë ti pastaj interesohesh. Realisht, këtu gjërat që në këtë lagjen tonë të brendshme që i kanë dhënë ashtu, është përfshirja apo mos përfshirja për shembull e disa njerëzve të Albin Kurtit, që nuk kupton Albinin nga mbrapa ose qeveria e Kosovës. Që dhe mund të jetë e vërtet. Pse?
sepse disa nga njerëzit që Albini ka në Prishtinë, shumë afër vetes bashkëpunëtor të afërt, janë nga Tirana. Normal. Po janë njerëz që dikur i ka nisur Edi Rama dhe Partia Socialiste atje, se kanë qenë aleat në atë kohë. Po. Dhe tash i kanë ndryshuar rrethanat, dakor? Dhe janë njerëz që pastaj kur ndryshuan rrethanat e tjerë që filluan këta u përçan, filloi lufta e tjerë, këta u bën kundër Albinit, me kundërshtarët e Albinit, e kemi shpjeguar një herë tjetër. Edhe pastaj këta i kanë kthy kusurin, madje të kujtohet një herë që Albini doli dhe zgjedhje në Shqipëri, dështoi me sukses plot se do ishte njëjta gjë sikur dilte Partia Socialiste në zgjedhje në Kosovë. Por për shembull atë që bëri në Shqipëri nuk e bëri në Maqedoni. Në Maqedoni bëri Albini luajti një koalicion dhe e nxorri Ali Ahmetin në opozit, pavarësisht se Ali Ahmeti fitoi zgjedhjet. Pra, po të njohësh shahun e vogël politik ndër shqiptarët e tjerë, mund të kuptosh që për shembull në këto kushte, kur opozita në Kosovë është azjesuar gati, e pam në 4 palë zgjedhje, nuk do t'ishte, dhe kur opozita në Shqipëri është gjithashtu e azjesuar, nuk do t'ishte pa sens dhe pa kuptim, që Albin Kurti shikonte këtë protestë si aleat të vetes në balancimin e qëndrimeve të Ramës në raport me Albinin, me qeverinë e Kosovës dhe gjithë të luftë që ata kanë bërë tashmë për disa vitesh. Pra ti nuk e mohon përfshirjen. S'mund ta mohoj, po unë nuk kam fakte ta konfirmoj, po nuk mund të mohoj çfarë është publike. Çfarë është publike është publike, nuk kemi kaq naiv. Pse më kush janë indicet që është Albini këtu? Njerëzit e përfshirë aty dhe disa njerëz që janë afër Albinit, shumë afër Albinit që jetojnë në Kosovë me të dhe vinë këtu në protestë. Ka shumë ata që kanë dhe shtetësi dy fish. Dhe i ke parë aty në protestë, janë aty, disa prej tyre. Janë njerëz të njohur? Po, edhe të njohur që janë në Kosovë janë shumë të njohur, domethënë. Është një profesor universiteti e disa tjerë, cilët janë njerëz me ndikim tek Albini dhe tek vetvendosja. Po që ta dhash prap shpjegimin, pra ata janë majtistë, kanë ato ideologjitë e veta, etj. Dhe lufta tashmë për disa vjetore, për arsye të tjera ka nisur dhe për arsye të tjera vazhdon, në përplasjen mes vetvendosjes dhe Partisë Socialiste është përndarë në shumë plane. Ajsa të kujtohet që Rama mori disa nga njerëzit e ish vetvendosjes dhe i bëri ministra në Tiranë. Kryetarin e Shikut. Jo, kryetari e Shikut s'ka qenë në vetvendosje. I bëri ministra. Mori kryetarin e Shikut si kundërshtarit e Albinit. Jo, s'ka qenë. Ajo ka qenë media. Po jo pra s'ka, ajo ka qenë teknika. Mori Gent Cakën dhe atë zonjën që bëri ministrësimi, ata kanë qenë vetvendosje. Mirë, ata po. Kryetari e Shikut nuk është për atë shkryet. Nuk ishte afër, po pra këtë jam duke thënë, nga e kundërta. Kryetari e Shikut. Atë e hoqi Albini nga puna, kur erdhi në pushtet më duket. Edhe e morin punë. Jo, e mori këshilltare, po e mori për tjetër arsye, jo për punë të Albinit, për tjetër arsye. Unë e di se Albinit pra, si kunj ndaj Albinit po të them. Jo pra, është tjetër histori, do ta tregoj. Po kem lexuar ti thua i rrezon të gjitha. Po them kjo është e pavërtet. Është e vërtet ajo që thash që ata dy ministrat i morin atko, po kjo është e pavërtet. Kjo është për tjetër arsye, dhe unë e di dhe arsye. Nuk e mori për t'i thënë Albinit që ja ti e heq unë e marr. Jo. As s'kishte lidhje fare. Dakor. E po mirë rregull. Edhe pa ja pas kanë fut kod gjithë të portale që kemi lexuar. Sigurisht. Okej, dakor. Si në rastin Goxha që kanë folur profan që nuk i dinë gjërat, edhe në rast kanë folur njerëz që nuk i dinë gjërat. Në rastin e Ali Ahmetit. Bo, sa shpejt i kanë koha me ty. Edhe 3 minuta na kanë mbetur. Në rastin e Ali Ahmetit kemi një problematik komplet tjetër. Ali Ahmeti është një moment delikat edhe Maqedonia dhe shqiptarët e Maqedonisë. Është një moment sui generis. Dhe nëse të kujtohet ty, para një 2 muajsh, u tentua të bëhet një protest në Shkup, u bëhet të kura. Ca student, po. Jo vetëm ca student, po shkuan shumë njerëz nga Shqipëria, nëse të kujtohet. Një ndër ta... Gjysma ishin idiot të çmendur, po ne. Një ndër ta dhe një aktor i njohur që ke pas ti këtu shpesh në... Jo, nuk e kam iden për atë, po disa nga ata ishin të çmendur. Nuk e di se për këtë thua ti, po disa nga ata... Dhe njerëz cilët me flisin me një protagonizëm absurd... Këta që kanë nacionalizëm biznes. Dhe çështja është vëmëroja, për te që Rama ka një marrëdhënie personale me Mickovskën, institucionet Maqedoni, vëmëroja i ndaloi këta njerëz, i mori certifikatat, dokumentat që kishin, dokumentoi kush ishin e tjerë, dhe krijoi një fajl dhe ja çoi atyre te Partitë Popullore. Se vëmëroja është antare e NATO-s dhe është kandidate për MBE. Sigurisht. Po është antare e Partive Popullore dhe marrëdhënia personale mes Mickovskit dhe Mercit është personale. Dhe kjo i krijoi një kosto politike jo të vogël. Ali Ahmetit. Ramës. Po Ali Ahmetit? Ali Ahmeti
ishte njeriu që përfitonte nga kjo protestë. Dhe koston e mori Tirana. Tani, është një moment... Pa ta hoqën dhe çunë e Mejdanit. Jo, s'është, Denioni ambasador, vazhdon është atje. A thanë që hoqën, që do ta heqë. Është ambasador atje. Pra e kupton sa me fake news është mbushur histori, valla. Pyet, ka këtë në rërplasin kështu. Dhe çështja është në këtë moment delikat, që është delikat për Ahmetin atje për situatën që ka, që është delikat për Shqipërinë për situatën që është, Ali Ahmeti u mundua të bëjë një ndërhyrje që, si me thënë, të ekuilibronte ujërat. Në një anë t'i kthente nderin, kusurin, por në anën tjetër edhe të ekuilibronte duke i hedhur ujë zjarrit. Pse? Se ka një histori Ali Ahmeti, personale që e di unë. Mund ta tregoj? 2 minuta. Jepi, 2 minuta e fundit. Kjo që po tregon e gjitha, para se ta mbyllur, se s'do kemi më kohë, thelbi kësaj që po thua ti me fjalë thjeshta, që mos ikësh pa i vënë, është që Ali Ahmeti këtu është duke mbështetur hapur fare Ramsin dhe është kundër protestës. Është duke mbështetur qeverinë dhe ka një arsye për të. Dhe është kundër protestës. Është duke mbështetur qeverinë, le ta lëm këtu. Dhe kjo gjë do shohim më vonë, a ka qenë i renditur Ali Ahmeti në krahun e mirë të historisë apo në krahun e keq të historisë? Kjo do t'i ngelet kohës, por tash po t'jap shpjegimin pse. Jepi. Në vitin 2005, ne sapo kishim humbur zgjedhjet, njihet misia ime vjetër me Ali Ahmetin dhe Fatos Nano më thotë, shiko, thotë, duhet të lidhemi me Aliun, do jemi në fundjavë në Korçë sot, edhe të lidhemi që të... Ja, po me shënjë Marsit Gupi dhe Sebi që ka... Ka ardhe Evi, sot është i gocere që unë se njof. Që të takojmë këto partitë e Maqedonisë, po të takojmë Aliu. Lidhemi me Aliun dhe vjen Aliu dhe dale presu në kufi, bashkë me Tan Shkëmbin, që ishte kryetari i Bashkisë Pogradesit, shkojmë në Korçë, Fatos Nano ishte akoma... Taja, sa të bukur e ke... Fatos Nano... Me që makine i këtë Korçë? Fatos Nano ishte akoma me makinën kryetarit Bashkisë Pogradesit. Fatos Nano ishte kryeministër në detyrë, por Berisha kishte fituar zgjedhjet. Edhe shkojmë ne atje në Korçë dhe Fatos Nano i thot, Ali i thot, gjëtash i thot, zgjedhjet i ka fituar Berisha, mos shifti që them unë jo si ka fituar jo kështu, por zgjedhjet i ka fituar Berisha, kanë mbaruar të 2 raundet dhe kryeministri i ardhshëm do jetë Berisha. Ti këtu në Maqedoni ty t'intereson të kesh marrëdhënie të mira me shtetin. Kështu që unë do të organizoj një takim me Berishën dhe ti duhet të rregullosh marrëdhëniet me Berishën pavarësisht se ju dy nuk e njihni njëri tjetrin. I thot Nano. I thot Nano. Pavarësisht ç'a themi ne në publik, i thot Nano, as unë nuk jam agenti Grekut, e as ai s'është agenti Serbit. Kjo është për konsum politik ditës. Takohet tani Aliu pas një 2 muajsh me Berishën, Berisha tashmë ishte kryeminist. Edhe fillojnë gjenë gjuhën me njëri tjetër dhe bëjnë miq dhe i thot Berisha, gjë i thot Ali, thot. Para ca kohësh, thot, kur isha unë opozitë dhe Nano kryeministër, thot, që mblidha për ditë popullin atje miting, bëja thirrje, do ta djegim, do ta bëjmë, do ta shkatrojmë kështu e kështu, dhe një moment u nxef me gjithmonë turma, tha. U nxef turma dhe u shqetësuan dhe këta të hujt, dhe unë duhet i hidhja ujë, tha, turmës, nga... Zjarit, po. Duhet i hidhja ujë zjarit që qetësoj gjëja. Dhe marr fjalën dhe them, siç e kishte Berisha ashtu. Popull tim demokrat, popull trim opozitar. Aliu e dëgjonte? Ja shpjegonte ky Aliut. Po nuk mund t'i thosh edhe tash, dhe i thot, populli Nën Terezës. Pra ta qetësojmë. Edhe me këtë fjalë i thot Aliut. Qetësuan kur i tha popullin Nën Terezës? Jo, populli Nën Terezës u qetësuan ata, po ky ishte mesazhi. Po, mesazhi ishte që s'kemi luftë, se në një vend kemi, ky është vendi jonë. Prandaj në mendjen, mentalitetin Ali Ahmetit, nuk ka të bëjë shumë se kush është në, dhe ka drejt në këtë pjesë, se kush është në pushtet në Tiranë. Po atij i duhet marrëdhënia me institucionet e shtetit në Shqipëri, sepse po t'i ketë marrëdhëniet e forta me institucionet e shtetit në Shqipëri, i qëndron përballë më kollaj atyre në Maqedoni. Pra Maqedoni. Ata mendojnë që Shqipëria luan një rol shumë të madh në Ballkan. Sidomos, por në këtë moment, po ti je i bindur që Shqipëria luan rol shumë të madh në Ballkan? Në këtë moment, dakor. Në këtë moment ka dhe një pikë akoma më të dobët Aliu, sepse gjithmonë Aliu ka pas qeverinë e Prishtinës nga ana vetja. Kjo është herë e parë që qeveria e Prishtinës nuk është në anën vet, dhe Ali Ahmeti e ka të domosdoshme marrëdhënien me qeverinë e Tiranës pikërisht për të mbajtur forcën dhe ekuilibrin e shqiptarëve në Maqedoni. Pra tani janë 2 kundër Kurtit apo jo? Se janë 2 kundër Kurtit. Nuk e duan Kurtin po tani. Jo. Kurti ju bën hije këtu. Kurti është 2, sepse qeveria ka njerëzit e Kurtit në Maqedoni, nuk ka Aliu. E di. Kështu që duhet të mirëkuptojmë, pra secili... Pra luftë e ardhshme kullan në dekadën e ardhshme do të jetë midis Kurtit dhe Ramsit, apo Ramsi s'do ta kapi dot atë. Çdo gjë mbetet për tu parë.
Nuk e thamër, nuk e thamër. Çdo gjë ka shpjegimin e vet. Dhe prandaj ta thash në fillim kur po flisim për dritanin, tu flasin profanët të cilët nuk kuptojnë për çfarë flasin, nuk dinë për çfarë flasin dhe ndodh shpesh që pështyn në ajër dhe i bin mbi kokë. UÇK-ja është gjëja më e madhe që kanë bërë shqiptarët nga themelimi i shtetit shqiptar, nga pavarësia e deri sot. Dhe nuk bëhet pis UÇK-ja për interesat ditës. As njerit, as tjetrit. Dhe Turp TV atyre që marrin përsipër ta bëjnë pis. Ja, u tha dhe kjo, që jemi politikisht rregull, dëgjoj kulla. Ti e di që unë i njoh mirë ato rrethana. Di. Kulla, dëgjoj Arianin. Dhe për unë zakonisht e bëjmë e mbyll emisionin me 2 heshtje. Bëj një heshtje në pjesën e parë kur ikën ti dhe pastaj bëj heshtje edhe me çunat kur vin mbrapa, me të ftuarit e tjerë. Më shumë se fjalët i e di kulla që heshtja, pauza flet më shumë apo jo, se sa fjalët. Prandaj unë kam thënë që goja është bërë për të mos folur, jo për të folur. Si thot Gupi, gjua është shpikur për të fshehur të vërtetën. E vërteta është relative, çon. Po, gjua është shpikur, në thonjza, për të fshehur të vërtetën. Sepse e vërteta është relative. Patjetër. Secili nga ne ditë vërtetën e vet. Patjetër. Ekziston si e tillë, pra absolute, vetëm në sallën e teatrit, vetëm kur shikon teatr. Arkitekti Jo, po tani mos sa prish heshtje. Tani ne fillojmë heshtje. Jo, do fillojmë heshtjen, po do të them edhe këtë. Arkitekti i gjësisë, çan? Po t'ia kishte treguar gjitha sekretet profanëve dhe miletit, bota do shuhej pikërisht se njerëzit do hanë njëri tjetrin. Fillojmë heshtjen. Dhe jo se kanë ngrënë shpesh njëri tjetrin. Po, kjo është arsye. House of Hearts. Kjo është shumë e Netflixit. Kur hap Netflixit, dëgjon një